Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sporteve Blendi Gonxhe kreu të mërkurën një inspektim në plazhet e qytetit të Vlorës, ndërsa më herët ishte prezente edhe në Ksamil. Respektimi i hapësirave publike të plazheve, hartat e ndara mes privatit, bashkisë dhe publikut, si dhe masat e marra për mbarvajtjen e sezonit ishin edhe pikat e kontrollit. Shkelje dhe abuzim me hapësirat publike u konstatuan në nivel të lartë, tha Gonxhia, referuar Bashkisë së Vlorës, teksa komunikoi se për 2 raste janë vendosur tashmë masa administrative me gjop e për disa të tjerë sekuestrimi i materialeve çadra e shezlong. Tolerancë zero për çdo që abuzon, tha ministri gjatë inspektimit të tij në Vlorë. Sot kemi përcaktuar edhe një herë me shumë qartësi edhe me subjektet, edhe me organet vendore, edhe me organet zbatuese që toleranca për rastet kur cënohet, zaptohet, abuzohet, preket prona publike në plazhet publike, në parcelat që janë jeshile të përcaktuara për plazhet e lirë publik, kjo tolerancë do jetë zero. Për këtë kemi ardhur sot në Vlorë, ne kemi qenë natyrisht përpara edhe në Kavaj, edhe në disa bashki tjera, dhe po vijon inspektimi dhe kontrolli dhe gjithë monitorimi në gjithë territorin. Jemi krah bashkive, jemi partner me bashkit, pra si Ministria e Turizmit në këtë rast si Agjencia Kombëtare e Bregdetit, jemi partner me bashkit, duhet patjetër që të ketë koordinim. Ka dhe keqkuptime, ka dhe raste ku ka lapsuse, ka dhe raste ku ka ngatresa, por disa raste sot që ne gjetëm Vlorë ishin shqetësuese sepse ishin zaptime të pastra të parcelave të cilat janë stacione plazhi publike të lira. Do të thotë rëre virgjër, ku njerëzit mund të hedhin peshqir, mund ngulin çadrën e vet dhe mund stolin e vet dhe mund bëjnë plazh me ato që ata duan të sjellin vet nga shtëpia. Të padiskutueshme është e patolerueshme që këto të preken. Sot janë konfiskuar shezlonjë dhe çadra. Kush nuk do të lozi me shtetin dhe me xhepin e vet, sepse do t'i kushtojë kjo lloj loje. Gjoba është rreth 300.000 lekë të reja për këtë shkelje që do vendoset sot në 2 raste dhe merren të gjitha sendet, materialet, shezlonjët dhe çadrat dhe sekuestrohen. Kush nuk do të bëj një shaka të tillë me ekonominë e vet dhe me xhepin e vet dhe me subjektin e vet, është mirë mos ta vijoj këtë tentativë sepse ne do jemi këtu në mënyrë konstante. Qershori është faza përmbysese e të gjithë procesit të lidhjes kontratës. Në 30 qershor madje, edhe ato aplikime dhe ato raste ku ka procedurë, pra ka aplikim për plazhe të caktuara të menaxhuara nga privat apo për plazhe që janë parashikuar të menaxhohen nga bashkit dhe nuk mbyllet procedura dhe ato kthehen në plazhe publike. Unë një pjesë mirë detyrës time dhe unë e kam për detyrë, sepse duhet të vi dhe unë bashkë me organet vendore të jemi në koordinim për ta ndjekur këtë punë. Por natyrisht do ishte mirë që kjo punë filloj të bëhet një zakon i mbar i të gjithëve, i komuniteteve, po edhe i subjekteve dhe i biznesit. Natyrisht që pushteti vendor ka nevojë për suport, se ka dhe raste që nuk i ka gjithë kapacitetet dhe nuk i ka të gjitha mundësitë, duhen mjete, duhen njerëz, duhet kontroll, ne nuk mund të policojmë çdo metër katroror. Duhet edhe një ndërgjegjshmëri dhe një vedi edhe nga ana e komunitetit që nuk preket toka pjesa e plazhit publik, sepse ata që e bëjnë të gjë nuk janë nga Marsi. Këtu janë Vlonjat, diku tjetër janë Kavajës, diku tjetër janë ne jemi, pra po këta jemi. Kështu që neve duhet të kuptojmë që kjo punë nuk bëhet më. Edhe këtu do ketë masa të forta dhe do ketë deri në sekuestrim, ne kemi qenë sot në gjithë organet e rendit dhe nuk duhet të harxojmë këto energji që po harxojmë në këtë moment, edhe aksesi i publikut në rërë, në det duhet të jetë i shenjtë. Në Ksamil, pas ngjarjes së rënd ku humbi jetën një 22 vjeçar, ministri Gonxhe tha se janë hequr 2 mole të mjeteve lundruese. Ne sot kemi patur 2 aksione në Ksamil përsëri për heqjen e disa moleve të paligjshme, përsëri për të vijuar, për të kthyer ligjshmërinë edhe në det, edhe në breg, sa i takon dhe sigurisë ujore, sigurisë bregdetare. Në vijat e gjata bregdetare si Vlora dhe Durrësi, Kavaja e tjerë, apo Shëngjini apo Velipoja, janë detyrimi i bashkisë, po janë ama pajisje të cilat kushtojnë sepse duan dhe mirëmbajtje, ka dhe dallk, ka dhe dëmtime në dimër dhe, si më thënë, po bëjmë çmos që gjithë administrimi menaxhimi i plazheve të jetë një qasje edhe nga pikpamja ekonomike. Prandaj kemi për herë të parë në legjislacionin e sivjetshëm në aktin vendimin e qeverisë kemi bërë si vjet për plazhet, kemi futur edhe konceptin tipologjinë e re të plazhet të menaxhuar me vetë administrim nga bashkitë. Pra do të thotë me një çmim tavan, por me një vetë financim i cili bëhet mundur që ky të jetë një aktivitet ekonomikisht i përballueshëm dhe si themi të jetë një aktivitet i cili të ketë një leverdishmëri ekonomike për bashkitë, duke ruajtur një çmim tavan normal, të arsyeshëm, të përballueshëm për qytetarët dhe duke shërbyer edhe si regulator në treg në mënyrë që privatit mos çmendet me çmime. Nga ana tjetër, këshillat bashkiake kanë miratuar edhe tavanet e çmimeve edhe për privatit. Pra, si në Ksamil, apo si në Shëngjin, apo si në Shkodër, 400 lekë, 500 lekë, 700 lekë ka Vlora,
2.000 lekë kaksamili apo 3.000 lekë kaksamili në disa zona më ekskluzive. Pra sipas llojit plazhi, sipas popularitetit të plazheve, po edhe raportit sipërfaqe plazhi pushues, ka dhe tarifa tavan që dhe privatet janë detyruar të zbatojnë. Pra nuk mund të lajthisin dhe të çojnë çmimin në qell për ato raste që janë në plazhe private. Gonxha u takua nga afër edhe me disa subjekte private të cilët ankohen për ndarjen jo korrekte që bashkitë kanë bërë, duke lënë pa hapësirë plazhi, hotelet e vijës së parë. Mbi këto ankesa, Ministri Gonxha ka kërkuar përfaqësuesve të bashkisë të rishikohet harta e t'u jepet zgjidhja rasteve. Harta nga Juve ka ardhur dhe nga Juve e dini për bibliotekë. Nëse do ulesh atë të sjellë pjesë që pyet bashkiku. Ne gati që ju programon harta, që po do pjesë të se bashkia të praktikë ju bërë pesë për t'i gjithë dhe shumë të 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 parë. Me gjithë respektin që kam për kërëtën e bashkë. Ne kemi në sistem që është praktikë nuk e di fare sepse këtu dhe jo atje, po është një gjë që vendoset nga bashkia me të drejtën e bashkisë, është organi qeverisë vendore. Për të gjitha ato subjekte të cilët nuk e lidhin kontratën deri në datën 30 qershor, ato plazhe, tha Ministri Gonxha, do të ngelen publik. Gonxha gjatë inspektimit ishte i shoqëruar nga kreu i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, si dhe drejtues vendor të Policisë së Shtetit.